dhe e dim rastin që në kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur një njeri shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi që ta gostis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti gratë veta dhe ata i thanë nuk kemi çka të ngrëm, pra për vete lema për musafir. Ishte në atë kohë ashtu gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u mjaftoi me kaq dhe kërkoi nga dikush nga shokët e vet që ta gostisin për rëndësinë që ka mysafiri. Atëherë u lajmëroi një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me emrin Abu Talha dhe kërkoi nga pejgamberi që ai ta gostis. Dhe u drejtu tek gruaja vet dhe i tha që duam ta gostisim mysafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po edhe gruaja i tha ne nuk kemi çfarë të ngrëm për veti, vetëm për fëmijët e kemi një ushqim shumë, pak vetëm për fëmijët. Atëherë ky i tha, pra këtu tregohet rëndësia që ka mikpritja dhe statusi musafirit në Islam. I tha, shtini fëmijët që të flenë më herët dhe ndale llampën dhe atë ushqimin që e ke lanë për fëmijë, pra shtroja apo gostise musafirin. Atëherë ndodhi çka ndodhi dhe shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Allahu është mahnit dhe është çudit, ashtu siç e takon madhërisë së tij, me veprën e juaj. Pastaj zbriti ajeti walladhina tabau ad-dar wal imana yuhibbu man hajara ilayhim wa la yajidu fi anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Do të thonë këtu është ajo, do të thonë ato edhe pse nevojtar, mirë po duke ditë rëndësinë e musafirit, e kanë lënë veten e tyre keq për mi dhanë, dhe me thanë, musafirit, mi gostis musafirit, wa men yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dhe kush shpëton nga kopratësia, atë me të vërtet thot Allahu është prej fitimtarëve apo prej të shpëtuarve.